rrobat u gjendën nën rënoja, por i gjallë pa kush mbeti. Mëngjesin e së dielës një seri sulmesh izraelite ajrore goditën rripin e Gazës, duke lënë të vrarë rreth 103 palestinezë, përfshirë gra dhe fëmijë. Ata që shpëtuan u pa në gjendje të rënduar. Ku janë muslimanët? Ku është kombi arab? Ata nuk e shohin çfarë po na ndodh. Çdo ditë fëmijët masakrohen, gratë vdesin. Cili është faji i tyre? A nuk është kjo haram? A nuk është kjo e padrejtë? A nuk na sheh askush? A nuk interesohet askush për ne? Apo theren dele? Spitali Nasser në qytetin jugor të Khan Yunis tha se mori trupat e 20 personave. Në Gazën qendrore të paktën 10 u vra në 2 sulme të ndara. Një në qytetin Zeida vrau 7 persona dhe i dyti goditi një apartament në Deir al-Balah, duke u marrë jetën 2 prindërve dhe fëmijës së tyre. Ndërkohë në pjesën veriore të paktën 36 persona humbën jetën. Një gazetar që bashkëpunoi me Associated Press numëroi 20 trupa në spitalin Shifa. Spitali indonezian në qytetin verior Al-Zatar pranoi 7 të vdekur. Pjesa tjetër u dërgua në klinika të tjera. Izraeli ka intensifikuar fushatin e tij të bombardimeve në enklavën palestineze, ndërsa negociatat për armëpushim janë të pasuksesshme për të ndaluar luftën brutale dhe për të lejuar dërgimin e ndihmës humanitare në Gaza.